Tiparet e të lindurve në datën 19 gusht. Në fakt, çdo njeri ka hartën e vet astrologjike, që varet nga pozicioni i planeteve në momentin kur ka lindur. Por janë edhe disa tipare që janë të përbashkëta për këtë datë. Atëherë dëgjojeni. Personat e lindur më 19 gusht janë njerëz që i përkasin shenjës së luanit. Ato nuk mjaftohen me një jetë të zakonshme, kanë një energji të madhe dhe shpesh e shtyn veten në kufitë e tyre, si në aspektin fizik dhe mendor. Në moshë të re kanë shumë dëshira, shumë ide dhe energji, por jo gjithmonë dinë se ku ta përqendrojnë këtë forcë. Ndoshta mund të kalojnë vite duke provuar rrugë të ndryshme, profesione të ndryshme, duke bërë gabime, derisa të gjejnë atë që vërtet i përshtatet. Po kur e gjenë më në fund drejtimin e tyre, bëhen jashtëzakonisht të vendosur të ecin në atë rrugë. Kanë dëshirë të fortë për të bërë diçka të madhe në jetë. Jo thjesht të ekzistojnë apo të mbushin ditët pa një qëllim. Ato duan të arrijnë diçka për të cilën të jenë krenar. Mund të jetë një karrierë, biznes, një familje e fuqishme, një ëndër personale që e ka mbajtur prej vitesh. Në dashuri, të lindurit e 19 gushtit kanë një personalitet që tërheq vëmendjen. Njerëzit afrohen me ta sepse ato janë të ngrohtë, gjithashtu kanë një vetbesim që ngjit menjëherë. Mund të kenë disa zhgënjime në jetë ose lidhje që nuk funksionojnë përpara se të kuptojnë se çfarë kërkojnë vërtet, dhe për këtë arsye, për disa prej tyre, dashuria e qëndrueshme mund të vijë më vonë në jetë. Ama kur e gjejnë personin e duhur, ato kanë shumë besnikëri, respekt dhe siguri. Në familje, personat e lindur në 19 gusht kanë marrë përgjegjësi që herët, ndonjëherë detyrohen të piqen më shpejt se moshatarët e tyre. Dhe kjo bën që ato të krijojnë përvoja qysh në moshë të re. Në fëmijëri, nëse nuk marrin sigurinë dhe mbështetjen që kanë nevojë, ato priren t'ua japin fëmijëve të tyre atë që u ka munguar vetë. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të jenë të mbrojtur, të dashur dhe të sigurt. Në punë, këta persona kanë një avantazh të madh, i njohin aftësitë e tyre, janë inteligjentë dhe kuptojnë se si ta përdorin forcën që kanë. Mund të jenë të zotë në profesion, kur flasin me njerëzit në drejtim apo kur duan të kenë përgjegjësi, pra si lider. Kanë aftësi të kuptojnë se personaliteti i tyre mund të hapë shumë dyer. Por nuk duhet të mbështeten vetëm tek ai. Duhet të punojnë dhe të këmbëngulin që të ecin larg. Me para duhet të jenë të kujdesshëm, edhe pse kanë aftësi për të fituar, kontrolli i parave nuk është pika e tyre e fortë. Ato shpenzojnë ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Normal, sepse shenja e luanit është një shenjë bujare përgjithsisht. Me kalimin e kohës mësojnë rëndësinë e kursimit dhe se si ti planifikojnë paratë me kujdes. Më tej, përshëndetje, një nga gjërat që duhet të kenë parasysh është ushqimi si dhe aktiviteti fizik. Atyre u pëlqen shumë të hanë një ushqim të mirë. Nëse jeta bëhet më pak aktive me kalimin e viteve, kanë një tendencë për të shtuar peshë. Prandaj, është e rëndësishme që të mos presin derisa problemi të shfaqet. Lëvizni në natyrë, ecni dhe kryeni ushtrime të lehta, ndoshta të ekuilibruara me të ushqyerin. Për sa përket ëndrave, këta njerëz e dinë që kanë talent. Problemi nuk është aftësia, por rrethanat që u sjell jeta. Mund të dalin pengesa, vonesa, momente kur gjërat prishen ose nuk ecin sipas planit që ato mendojnë. Megjithatë, karakteri i tyre i fortë i bën që të mos dorëzohen lehtë. Mund të punojnë gjatë dhe pa u lodhur për një qëllim që ato e konsiderojnë primare. Dhe këtu qëndron një nga veçoritë më interesante të lindurve më 19 gusht. Ata mund të luftojnë për vite për të arritur një ëndër, por kur e arrin, ato pyesin, po tani çfarë? Për ta suksesi nuk është gjithmonë fundi i rrugës. Gjithmonë kanë nevojë të përmbushin veten me qëllime të reja, sepse kjo gjë i mban ata të motivuar. Këto janë njerëz që ndihen mirë kur diçka e kanë ndërtuar dhe shohin më tej për të përmirësuar apo për të ecur më larg.
Ky ishte parashikimi për personat e 19 gushtit. Nëse njeh dikë, mund t'ia dërgosh këtë video.